Pastaj shpjegimi i emrit Lap, që unë nuk kam hasë libër që dikush ta këtë shpjegu. Dhe në dokumentat osmane, po edhe slave, shënohet Lab. Lab me B. Me B, që është ma afër shpjegimit të trajtës ilire. Dhe nga ajo që unë, nga njohurit që kam mbi ilirishtën, erdha te përfundimi se kjo krajinë ka marrë emrin nga lumi që buron atje. Është lumi Lap. Lap. Ndërsa shpjegimi i kësaj fjale vije nga ilirishtja. Ulabi, që do të thotë burim lumi. Pra në ilirisht, Ulabi, burim lumi. Këtë emrin e hasim edhe te fjala Labjan. Labjan. Po. Aty në Labjan është një kodër dhe janë dy burime ujnash. Dy proje. Njëri shkon nga liçeni i Badovcit, tjetri nga liçeni i Livoqit. Edhe është e thënë në shumës, Ulabi, do të thonë burimi i lumeve. Pra, Labjan është Ulabi an, pra vend burim i lumeve. Kështu është në ilirisht. Pra, kjo është, mendoj se e kam bë shpjegimin e parë këtij emër vendi dhe kësaj krajine faktikisht